Mendoj që rruga jonë nuk është e krahasueshme me ato që kanë bërë të kaluarit tonë, porët tonë, edhe historia jonë, ka kaluara jonë i lavdishme, na ka ndihmuar që me mu shfrymëzim edhe motiv ku jemi sot. Andaj mas 4 vite plot sfidë, në këtë ditë ceremonisë njemi plot krenar, edhe plot nder dhe normalisht me këtë veshje ndihmë një përgjegjësi më të madhe për të ardhmen tonë. Emocionet shumëta janë sot, megjithatë është një ndjenjë për mua ende e përgjithësisë, sepse amanet kem nga komandanti legjendar Adem Jashari, nga gjithë dëshmorët e kombit, invalid dhe vetë bashkëpunëtorët e mi, që Kosova të ketë një ushtri profesionale, moderne, e gatshme që t'i kryejë detyrat ashtu siç kërkohet. Megjithatë për mua, sot edhe për të gjithë prindërit tjerë, është ditë e veçantë, sepse po diplomon një gjenerata 2026, në mesin e kësaj gjenerate Dardanin e kisha i cili u shpall si kadet i vitit, kadet i gjeneratës realisht. Më ka bot ndihem hala më shumë krenar. Është një ndjenjë shumë e veçantë, është ndjenjë krenarie, janë emocionet papërshkrueshme që kemi sot, edhe menzis po presim me dalë detyra të reja edhe me i shërby vendit. Kuptohet shumë mirë që motivi dhe arsyeja kryesore është gjaku i derdhën i dëshmorëve edhe lufta që kena pas, edhe po ashtu prindrit edhe familja. Rruga nuk ka qenë edhe e lehtë, po të morë parasysh këtu që ai përmena, motivi ka qenë shumë i lartë dhe ja kemi dalë. Po njëna pendjeja më të mëdha që më thonë është një krenarisë, normalisht është e kam një përzim e ndjenjave që tash krenarie, gëzim e këtë, po sigurisht dominon ndjenja krenarisë. Edhe jam shumë i lumtur, jam shumë i gëzuar që jam gjendje me bashkëgjendje force në trashëgimi të ushtrisë lindore të Kosovës, e cila për neve është diçka që kon një motive më të mëdha që na ka shtyrë më bashku në Akademinë e Mbrojtjes. Gjithsesi që ka qenë ëndër ka më shumë jemja, edhe motivet kanë qenë shumë, ndërta kuptohet gjaku i dëshmorëve, gjaku i atyve që na kanë pru lirin, na kanë pru mundësinë që na me bashku forcës së Ligës Kosovës, familja jam e ngushtë, prindërit e mi, shokët e mi, edhe normal dëshira e madhe për me shërby këtij veni, edhe me shërby këtij flamuri deri në vdekje.